Një atentat në Lundër pranë tregut agro-ushqimor në Tiranë ka lënë 4 të rinj të plagosur, 2 prej të cilëve të mitur. Mes tyre edhe 11 vjeçari, nipi i pronarit të kompanisë së sigurive private Pelican Security. Të rinjt po udhëtonin me një mjet tip Mercedes-Benz G-Klas, kur u qelluan me breshëri plumbash nga autor ende të paidentifikuar. 11 vjeçari vijon të jetë në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Pista kryesore e hetimit të prokurorisë është se atentati ka qenë një ngatërim shënjestre, pasi autorët dyshohet se ishin nisur për të vrarë Katerina Beqon, bashkëshorten e të ndjerit Rohan Brahimi, i ekzekutuar rreth një vit më parë në një atentat në Greqi. Sipas hetuesve, autorët e pritën kthimin e saj në Tiranë, ndërsa ngatërimi fatal i automjeteve dyshohet se çoi në plagosjen e 4 të rinjve. Beqo jeton në të njëjtin kompleks vilash në zonën e Lundrës, ku banonin edhe të rinj të plagosur edhe për më tepër, përdoreshin makina të njëjtit model dhe me targa të ngjashme. Për të saktësuar është se targa e makinës së Katerina Beqos ndryshon vetëm me një gërmë me makinën, me të cilën udhëtonin 4 të rinj të natën e kaluar. Ndërkohë disa orë më parë u vra në atentat në Plan të Lezhës Gjovalin Prendi, babai i Rohan Brahimit. Ky i fundit i njohur edhe me emrin Sidorel Prendi, ishte një emër që mbante pas vetes një histori të errët lidhjesh me botën e krimit, hakmarrjes dhe atentateve seriale. Rohan Brahimi u vra në Athinë më 9 maj 2024 në sy të bashkëshortes dhe fëmijës së tij të mitur. Autorët e veshur me të zeza dhe në motor e qelluan me breshëri armësh në rrugën Bayron. Sipas policisë greke, motivi kryesor ishte larja e hesapeve mes bandave shqiptare, ndërsa pista kryesore në hetim lidhet me hakmarrjen e nisur pas një tradhtie që Rohani kishte pasur në raport me grupin e Ervis Martinajt. Hetimet tregojnë se Rohan Brahimi ka qenë një herë viktimë e dhunës nga Ylli Brahja, një bashkëpunëtor i Martinajt, pasi u mor në një shtëpi që përdori rregullisht nga njerëzit e Martinajt për t'i bërë presion kundërshtarëve. Rohan Brahimi ishte dhunuar brutalisht dhe pas kësaj ngjarjeje kishte nisur hakmarrjen e tij. Sipas dosjes hetimore, një prej shënjestrave ishte Brillant Martinaj, që u vra në Fushkruj bashkë me 2 miqtë e tij. Menjëherë pas vrasjes së Brillantit, një nga emrat e shpallur në kërkim ishte Rohan Brahimaj. Pas kësaj erdhi radha Ylli Brahjes, që u qellua me breshëri armësh në Milot. Atje ku mbeti i vrarë Klisman Preçi. Emri i Rohan Brahimit u lidhen dhe me ekzekutimin e Gentian Bejtjas, një person që u vra në shtëpinë e tij në Fushkruj. Dyshimet rreth tij u rritën pas arrestimit të 2 personave të dyshuar për vrasjen e Bejtjas, njëri prej të cilëve ishte konati i Ibrahimit. Rohan Brahimi njihej gjithashtu si mik i ngushtë i Ramazan Rajës, nipi të deputetit socialist Rahman Raja, dhe ishte i përfshirë edhe në disa episode kriminale në Lezhë. Ngjarjet e fundit dhe vrasja e babait të Rohanit dhe atentati ngatëruar në Tiranë ndërthurin një rrjet të gjerë hakmarrjesh, ku shënjestrat nuk janë më aq të qarta, ndaj aty përfshihen viktima të pafajshme që ndodhen në vendin dhe makinën e gabuar.